Asnjëherë ne nuk merremi me çështjet brendshme shtetënore, po na I analizojmë fenomenet në prizmën fetare, flasim për dukuri negative, për fenomene të dëmshme në zhvillimet tona fetare dhe kombëtare, por me çështje konkrete nuk kemi marrë. Përkundazi na kemi shërby, do thotë, shtetin e Shqipërisë me kontributin ton për të prodhuar hoxhallar të cilët do të shërbejnë, do thotë, jetën fetare atje, duke ndjekat vijën e mesme mesatare që t'jenë të dobishëm për zhvillimin ton shoqëror. Dhe ta them drejtën, është shumë irrituese ky vendim që është marrë Kashqimeje, tu e pas parasysh se për vitin 92 konkretisht ne jemi në shërbim, edhe çdo aktivitet joni ka qenë konstruktiv dhe në drejtim të zhvillimit dhe konsolidimit të radhëve domthonë vetë popullit shqiptar dhe pjesës kombëtare muslimane atje në ndërtimin e shtetit. Dhe të gjithë njerëzit, studentë, intelektual, do thotë kemi kërkuar që jemi pjesë konstruktive e zhvillimit të shoqërisë tonë atje, normalisht për të krijuar kushte më të mira jetësore. Dhe andaj është e papranueshme tërësisht ky vendim që është marrë dhe na e kundërshtojmë kategorikisht dhe do insistojmë me të gjitha mundësitë që I kemi në disponim ligjore për të mbrojtur veten tonë nga kjo padrejtësi.